إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemi ndaluar pra tek çështja se çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte pra në namaze. Folëm se vazhduam duke folur për namazin e natës, pra mas namazit të cis folëm për namazin e natës, që ndruam tek hadithi pra ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, pra lexoje Kur'anin çdo muaj. Ai ka thënë dërguari sallallahu alaihi wasallam që unë gjej fuqi, pra kam fuqi, pra mund ta bëj në kohë më të shkurtër. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij lexoje pra në 20 net. I ka thonë, unë gjej fuqi, kam fuqi. Atëherë thot lexojmë 7 dhe mos shto mbi këtë. Më pas, pra ka ardhur transmetim tjetër që i ka lehtësuar atij që ta lexojnë 5, më pas i ka lehtësuar atij, pra ka ardhur lehtësim që ta lexoj për 3 dhe e ka ndaluar që ta lexoj Kur'anin në më pak se 3 net. Dhe ka thonë, pra arsyetimi i kësaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kush e lexon Kur'anin në më pak se 3 net nuk e kupton atë. Gjithashtu ka ardhur një transmetim tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk e kupton Kur'anin, pra ai që e lexon atë në më pak se 3 net. Më pas ka thonë këtë hadith, pra që kemi nevojë për pak shpjegim, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo adhurues, pra që adhuron Allahun xhallahu ala, ka një fazë ose ka faza që ai është aktiv, është i fuqishëm. Pastaj mbas kësaj vjen një fazë dobësie, zbrapsje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo o është në synet, o është në bidat. Kush e ka këtë fazë, pra në synet është udhëzuar dhe kush e ka këtë diçka tjetër është shkatruar. Pra, si e komentojnë dietarët këtë hadith, shehu këtu ka përmend pra fjalën e Imamut Tahawit, që është prej dietarëve Hanefi, që është akidja e njohur që quhet akida tahawiyya. Thotë ka thënë Imam Tahawi rahimahullah, pra ajo që kërkojnë muslimanët prej vetes tyre, në veprat e tyre, që afrohen me këto vepra tek Zoti i tyre azza wa jall, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar prej tyre diçka poshtë kësaj fuqie të madhe ose aktivizimi shumë të madh, por se pra mos dalin te diçka tjetër. Pra kapen prej veprave të mira, pra ti bëjnë ato vepra të mira, ti insistojnë tek ato derisa takojnë Zotin e tyre. Pak a shumë thot e sqaron këtë kuptim, sepse kjo ndoshta pra do diçka që të bëhet më e qartë, ndoshta thot e sqaron këtë kuptim fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra veprat më të dashura tek Allahu janë ato që personi i bën vazhdimisht, qoftë edhe pak. Pra, ti bën diçka, mund të jetë pak, po ti e bën këtë vazhdimisht. Jo pra që për një moment ti bë shumë vepra, pastaj i le fare. Jo, atë që e bën ta bësh vazhdimisht. Pra thot e sqaron këtë kuptim fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të dashura tek Allahu janë ato që pra janë të vazhdueshme, qofshin edhe pak. Diçka më të qartë se kjo, Sheikh Saleh Ali Sheikh thot, pra përveç hadithit normal është i qartë, për të fjalët që u thanë ndoshta mund të kemi paqartësi. Thot Sheikh Saleh Ali Sheikh te komenti i këtij hadithit, pra çdo abid, çdo adhurues ka shirra, pra ka fuqi, drejtohet veprave të mira. Dhe çdo shirra, pra çdo lloj aktivizimi vjen i fazë që është fetra, pra personi fillon zbrapset, dobësohet, mund të mërzitet. Thot, ngjoni, nëse kjo fazë, pra fazë mërzitie, dobësie, nuk e çon personin që të ketë neglizhencë në obligime, pra kishe fazë aktivizimi, tani fazë dobësie. Nëse kjo faza dobësisë nuk e çon robin që të le obligime, të ketë neglizhencë në obligime, kjo është hajër. Për shembull, mund të le disa synete, një farë kohë, pastaj kthehet te këto synete, kjo thot mund t'i ndodhi shumë njerëzve. Pra, jo gjatë gjithë kohës ato janë pra një
një fazë aktivizimit fuqishëm. Jo, ka fazët dobësie. Kjo fazë dobësie, po nuk e çoj personin që të le diçka për obligimeve, është hajër. Pra, kjo dobësia jote të boni që të lesh disa synete për një farë kohe, përkohësisht. Pastaj I kthesh prapë atyre syneteve, kjo është hajër. Ama po shkove në gradën thotë që le obligimet, atëherë këtu është problem. Pra, personi mund të le disa synete përkohësisht, pastaj kthehet tek ato, kjo thotë mund t'i ndodhi të gjithëve. Pastaj fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kush e ka këtë fazë synetin tim. Pra, momenti që ky nuk bën harame, por se thjesht ka lënë disa gjëra të pëlqyera dhe do kthehet te këto, siç mund t'i ndodhi nefsi tabiati I njeriu, atëherë thotë kjo pra nuk e dëmton personin. Kjo nuk e dëmton personin. Ka ardhi transmetim tjetër, pra dhe këtë e ka saksu shehu, por se te Tirmidhiu, t'ja u lexoj komentin që t'ju bëhet sa më I qartë ky hadith. Thot, pra inna li kulli shay'in shirra. Çdo gjë ka këtë kone aktivizimit e fuqisë. Pra, mundohet personi, përpiqet personi, është aktiv, ka dëshirë për hajrin, Dhe këtë e pason diçka tjetër që është kjo fetra, kur personi çfarë dobësohet, nuk është shumë aktiv. Nëse ky person saddada wa qarab, pra mundohet që të jetë mesatar, largohet nga dy ekstremet, shpresoni te ky person. Pra shpresoni që ky person do shpëtoj, sepse hecën çfarë duke qenë mesatar. Dhe veprat më dashura tek Allahu janë ato që personi bën vazhdimisht, siç thamë hadithin. Qofshin edhe pak. Nëse I drejtohen këtë person e bëjnë me gisht, pra ky përkushton ose bën ijtihad, përpiqet shumë në veprat e tij, që të bëhet I shuar në adhurim dhe në zuhd. Pra bëhet I shuar, fala ta'uddu, mos e merrni konsiderat, mos e konsideroni për njerëz të mirë, sepse këtë gjë është duke e bërë për syfajsi. Pra personi gjithmonë mundohet të jetë mesatar, edhe në ato fazat e dobësisë të mundohet pra që mos të arrijë gradën e neglizhencës në obligime ose që kundërshtoj të bie në harame, kundërshtoj Allahun xhallahu ala duke rënë harame. Pra duhet me pas kujdes sepse shifeni, thotë kjo fazë e personit mund të jetë on synet, on bidat. Kush e kanë synet, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është uzuar dhe kush e kanë diçka tjetër është shkatruar. Vazhdojmë, thotë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e lexonte Kur'anin në më pak se 3 net, siç tham, dhe gjithashtu thonte sallallahu alaihi wasallam që kush falet gjatë një nate me 100 ajete, pra duke lecuar 100 ajete, ai shkruhet min el qanitin. Qanitin do thonë ato dietarët e kunut është dawamut ta'a, personi që vazhdimisht I bindet Allahu xhallahu ala. Mukhlisin, pra të sinqertët, gjithashtu thotë lexonte çdo natë Beni Israil, pra dhe Zumar, surën Isra dhe surën Zumar. Gjithashtu thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kush falet në një natë me 100 ajete nuk shkruhet prej gafilve, prej atyre që janë të shkujdesur. Gjithashtu pra kishte raste ku lexonte çdo rekat, kjo gjithmonë po flasim në namazin natës. Thotë lexonte rreth 50 ajete ose më shumë, ndonjëherë lexonte thotë sa surja Ja ayyuhal muzammil, pra sura Muzammil që bi I faqe e gjys, thotë dhe nuk faleshe gjatë gjithë natës. Nuk faleshe gjatë gjithë natës. Vetëm kjo gjë pra ka ndodhur raste shumë të ralla. Pra në përgjithësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fale gjithë natën. Ka ndodhur disa raste të ralla që mund të falë gjithë natën, ama e përgjithshme jo. Thotë shehu këtu, mbasi tregon, lexojmë hadithin, thotë një ditë e ka mbikëqyr Abdullah ibn Khabbab ibn Arat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte për personave që ka qenë prezant luftën e Bedrit radhiyallahu an, pra e ka mbikëqyr të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë natës, pra derisa erdhi sabahu dhe momenti që dha salam nga namazi I tij, tha Khabbabi radhiyallahu an, o I dërguari I Allahut, je falur thotë pra me një namaz që nuk kam pa që të falësh namaz tillë. Thot, I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, ky është namaz pra që përmban frikë dhe shpresë, dhe unë ju jam lutur Zotit tim për 3 cilësi. Ai më ka dhënë pra mu përgjigj për 2 dhe 1, pra nuk mu përgjigj, pra nuk ma ndaloj, nuk ma dha atë kërkesë që unë desha. Thot, ju luta Zotit tim që mos na shkatroj ne siç ka shkatruar popujt e mëparshëm, ose një transmetim
që mos ta shkatroj umetin tim me sene, po jo lexoj pra komenti që ka bërë shehu këtu, pra senetën amme, pra me i thatësirë shumë të madhe. Pra, mos ja shkatroj umetin tim me një thatësirë që përfshin gjithë umetin. Pra, nëse ndodh thatësirë, tjetë në një anë, tjetë një pjesë e umetit, po jo thatësira ta përfshit gjithë umetin. Po, mundodhe thatësirë, po një pjesë e vendeve islame, jo gjithë pra vendet islame, jo gjithë muslimanët. Prandaj thot felillahi alhamd wa shukr ala jami'i ni'amihi, pra Allahu t'i takojmë falënderimet dhe lavdërimet për gjithë mirësitë e tij. Pra, jo lut për këtë gjë, që mos ta shkatroj umetin, pra siç janë shkatruar umetet para nesh ose i transmetim tjetër me këtë thatësirë që t'i përfshi gjithë. Ma dha këtë gjë. Pra mu përgjigj për këtë që Allahu nuk do ta shkatroj umetin në të lloj forme. Thot, ju luta Zotit tim që mos nga dhënjej mine armiq pra ja jashtë umetit. Thot këtu pra prej qafirave. Komenti që ka bërë shehu te libri bazë, pra prej grupeve të qafirave. Pra, ju shlut që mos ndodhi që qafirat sundojnë mbi gjithë muslimanët dhe të shkatrojnë gjithë muslimanët. Të shtukin gjithë muslimanët. Dhe këtë Allahu xhallahu ala ju është çfarë ju është përgjigj. Pra normal, mund të kenë ndodhur që kanë ardhur ka shkatruar pjesë të muslimanëve, po jo të gjithë. Qartë, edhe këtë Allahu xhallahu ala ju është përgjigj. Ka kërkuar një çështje të tretë, thot i kërkova Zotit tim që yulbisana shian, pra që mos bëhemi grupacione që të vrasim njëri tjetrin, Allahu xhallahu ala s'u përgjigj për këtë. Dhe kjo gjë ka pra përçarja, grupacionet duke luftu njëri tjetrin, për këtë thot nuk mu përgjigj. Pra këtu te ky hadith, thjesht unë ju tregova komentin pra që ta kuptoni se për çfarë është lut dhe për çfarë është përgjigj Allahu dhe për çfarë jo, por se ajo që ka lidhje me temën është që i ka thënë që unë të pash ty që e fal sot diçka që s'e ke bërë më përpara. Pra në këtë rast është fal gjatë gjithë natës. Gjithashtu ka ardhur transmetim tjetër që gjatë një nate pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falur vetëm duke përsëritur një ajet, derisa është gdhir. Ajeti është sura Maida, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nëse ti dënon ata janë robërit e tu, dhe nëse ti i fal, ti je pra ke urtësi për çdo gjë, je i gjithë fuqishëm, je ngadhënjues i gjithë fuqishëm. Pra me këtë ajet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal gjatë gjithë natës. Nga fjalët që i ka thonë sahabiu, i ka thonë pra që Allahu xhallahu ala të ka mësuar gjithë Kur'anin ty, pra mund të falesh me diçka tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë i kam kërkuar, jam lutur Zotit tim azza wa xal për shefatin për umetin tim, ai më dha shefatin dhe kush arrin shefatin, pra këtë shefat e arrin inshallah ai që nuk i bën Allahut shok në adhurim. Prandaj si besoj hadithin që keni gjumë më shumë, është hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, që i ka thonë kush është personi që meriton më shumë shefatin tënd? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi. Kush thot la ilaha illa Allah me sinqeritet prej zemrës tij. Këtu, pra shefati për kë është transmetimi tjetër, pra e arrin këtë shefat çdo kush që nuk i shoqëron Allahut në adhurim, nuk i bën Allahut shirk, pra nuk i shoqëron Allahut në adhurim dikënd. Qartë? Shehu thot, pra poshtë i hadithit thot, për këtë hadith dhe tjerë, pra hadithe tjera që kanë ardhur, është e papëlqyer, është mekruh që personi të falet gjithë natën. Këtë gjë ta bëj, po o gjithmonë o në përgjithësi. Pra nuk bën që personi gjithmonë të falet gjithë natën ose në përgjithësi të falet gjithë natën. Pra nëse do, mund ta bëj vetëm disa herë, siç ka ndodhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse kjo bindesh thot me synetin e tij. Dhe sikur ngjallja me adhurim, gjallërimi, pra me adhurimi gjithë natës, të ishte më e mira, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta bënte këtë gjë. Dhe pastaj thot hadithin, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është, pra besimtari duhet ta kujtojë gjithmonë këtë gjë, që thuhet në hutben e hapjes. Khairul hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sin këtë gjë, sin çdo gjë. Pra, ishte kjo diçka e mirë që të falesh gjatë gjithë natës, këtë do kishte bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por se nuk e ka bërë vetëm disa raste.
Moment që vjen dikush, e bën këtë gjithmonë, ose në shumicën e rasteve, ka ra kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu pra ka thënë këtë dobin, ne kemi përmend edhe herë tjetër këtë, disa mësime më parë, thotë mos u mashtro me atë që është transmetuar nga Ebu Hanife rahimahullah, se ai ka qëndruar 40 vjet duke falur sabahun me abdesin e yatsis. Pra i bi që është fal gjithë natën. Dhe sa i thon 40 vjet. Mos u mashtro me këtë gjë thot, sepse kjo nuk ka bazë. Ka thënë Feruz Abadi, pra prej dietarëve, thot kjo është prej gënjeshtrave të qarta që nuk i ka hije që t'i vishet këtij imami. Nuk ka ndonjë vlerë këtu. Më parsore për këtë imam do ishte që të bënte më të mirën. Dhe s'ka dyshim se të marrësh abdes për çdo namaz, kjo është më e mira dhe më e plota. Dhe kjo nëse do ishte, pra e saktë, sa ai ka vazhduar gjatë gjithë natës, thot, kjo është diçka afërsisht e pamundur. Kjo është thot prej trillimeve të disa fanatikëve ignorant, e kanë thënë për Abu Hanife, e kanë thënë për tjerët, dhe gjitha këto thot janë gënjeshtra. Të gjitha janë gënjeshtra. Kështu thot Feruz Abad. Ta themi edhe këtë hadithin e fundit, përsa i përket kësaj, thot, i ka thënë dikush, pra, o i dërguari Allah, sallallahu alaihi wasallam, un kam një komshi që ai falet gjatë natës, dhe nuk lexon gjatë t'i namazit vetë se kul huwallahu ahad. E përsërit këtë dhe nuk shton diçka tjetër. Pra, ky person që po thoshte këtë fjalë sikur e quante pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betuar duke thënë pash atë në dorën e cilit është shpirti im, ajo është barës me 1/3 të Kuranit. Me 1/3 e Kuranit. Pra, sura Ikhlas, sura kul huwallahu ahad është e barabartë me 1/3 e Kuranit. Normal që kjo ka shpjegim. T'ju lexoj diçka prej shpjegimit të saj. Para kësaj i herë do me thonë kur thotë është barës. Thotë Shehu Themini Allahu më shëroft te komenti Tahawi, te komenti Wasitiyya, se ka përmend Shehu Islam te Wasitiyya këtë, pra që sura Ikhlas është barës me 1/3. Thotë, kjo sura është barës me 1/3 e Kuranit në shpërblim, jo se mjafton. Për shembull thot ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush thot la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot këtë 10 herë, është sikur ka liruar 10 robër nga bijtë e Ismailit. Thot, a i mjafton kjo gjë? Pra po e tha 10 herë këtë. Pra një person ka prej fejës, i kërko feja ati që të liroj rob. Nëse e thot këtë dua, këtë dhikër 10 herë, i mjafton? Jo, nuk i mjafton. Patjetër duhet të liroj rob. Pra, thot, a i mjafton kjo? Thot, për lirimin e 4 robërve, për dikën që ka obligim që të liroj rob? Nëse e thot të dhikër 10 herë? Jo. Pra, qëllimi është te shpërblimi. Pra, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thotë është baraz, nuk do thotë është në shpërblim, jo se të mjafton. Për shembull, morim shembull, nëse ti e lexon surën Ikhlas namaz 3 herë, nuk të mjafton për leximin e Fatihas. Nuk mjafton për Fatihën, patjetër duhet lexosh Fatihën. Kurse kuptimi, thotë kanë thënë, pra se çfarë do thotë 1/3, thotë kanë thënë dietarët pra që temat e Kuranit përfshin lajm rreth Allahut xhallahu ala dhe rreth krijesave dhe gjykime. Këto të treja, pra lajm rreth Allahut xhallahu ala e përfshin surja Kul huwallahu ahad. Rreth krijesave, si për shembull popujt para nesh, si për gjërat që ndodhin, gjërat që do të ndodhin, kjo është pra 1/3 tjetër. Dhe 1/3 e fundit, pra gjykime, ndalesa, urdhresa, si për shembull falni, jepni, mos bëni shirk e tjera më radhë. Kjo është pra nga më të mirat që, ose si më thonë shpjegimi më i mirë. Pra, temat e Kuranit, çfarë janë? Thotë, flitet rreth Allahut xhallahu ala, llojet e tauhidit e tjera më radhë, ose rreth krijesave, ose gjykime, urdhresa, ndalesa. Atëherë, kul huwallahu është pjesa e parë, është 1/3. Kështu ka thënë Shehu Themini. Kurse Sheikhul Islam thot fetawat, thot ka thënë një grup prej dietarëve që Kurani thot, pra kuptimet e Kuranit ndahet në 3 pjesë. 1/3 është tauhid, 1/3 janë histori dhe 1/3 janë urdhresa dhe ndalesa. Kul huwallahu ahad, pra përfshin cilësitë e Rahmanit, që përfshin 1/3, sepse Kurani është fjala Allahu xhallahu ala dhe fjala kelam pa përfshin thot insha dhe ikhbar.
insha ka urdhresa dhe ndalesa dhe përfshin dhe lajme. Thot lajmet o do jetë lajme rreth krijuesit, o lajme rreth krijesave. Lajmet rreth krijuesit është tauhidi, pra përfshin emrat dhe cilësitë e tij, rreth krijesave janë historitë, pra se çfarë ka ndodhur, çfarë do të ndodhi, gjithashtu hyn lajme rreth pejgamberëve, rreth popujve, se kush i ka përjashtruar, gjithashtu hyn lajme rreth xhenetit dhe zjarrit, rreth shpërblimit, rreth dënimit. Pra, duke u nisur nga kjo, kul huwallahu ahad, përfshin 1/3 e Kuranit, pra që ka lidhje me tauhidin. Qartë? Pastaj thot shehu se çfarë lexohet në namazin e vitrit ose vitrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte rekatin e parë Subbihisma rabbikal a'la. Në rekatin e dytë Kul ya ayyuhal kafirun dhe rekatin e tretë Kul huwallahu ahad. Pra, këto sura. Kishte raste thot që shtonte pra të rekati tretë, mbas Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas. Pra, kishte raste që e falte me këto 3 sura. Subbihisma rabbikal a'la të rekati parë, Kul ya ayyuhal kafirun të rekati dytë, Kul huwallahu ahad të rekati tretë. Kishte raste të rekati tretë, përveç Kul huwallahu ahad, shtonte dhe felekun dhe nas. Qartë? Dhe ne përmendëm pra për Kul ya ayyuhal kafirun, Kul huwallahu ahad dhe vende tjera ku lexohen këto 2 sura. Pra përmendëm të rekatet e sabahut, të rekatet e akshamit, gjithashtu dhe të rekatet e 2 rekatet që falen mbas çdo tawafi. Pra çdo tawaf 7 rrotullime rreth Ka'bes falen 2 rekat. Te këto 2 rekate është sunet që të lexohet Kul ya ayyuhal kafirun dhe Kul huwallahu ahad. Thot një rast ka ndodhur që ka lexuar rekatin e vitrit, thot 100 ajete nga sura Nisa. Pastaj ka diskutuar një çështje tjetër. 2 rekate, ka ardhur transmetime që ka 2 rekate pas vitrit. Thot ka lexuar në të idha zulziletil ardu, pra surën Zelzele, dhe Kul ya ayyuhal kafirun. Pastaj e diskuton këtë gjë. Pra, ka ardhur sa transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal 2 rekate mas vitrit. Thot shehu këtu kanë ardhur 2 rekatet e Sahihu Muslim dhe libra të tjerë. Dhe po ta kapim këto hadith me hadithin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë bëjeni namazin e fundit tuaj ose fundin e namazit tuaj gjatë natës witr tek të transmeton Buhari dhe Muslim. Dietarët tani kanë diskutuar se si bashkohen këto 2 hadithe. Thot unë nuk kam një anim qartë kjo. Prandaj thot më e qetë është që ti lesh këto duke pasuar urdhrin pa që ta bësh witr. Këtë ka thënë fillimisht. Wallahu alem, Allahu di më së miri. Pastaj thot kam rastisur me një hadith tjetër të saktë që nxit urdhron për këto 2 rekate pas vitrit. Prandaj thot, erdhi dhe urdhri dhe vepra që ai ka fal. Pra dhe ka thonë që falini dhe ai vet, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fal. Atëherë thot, çfarë? Kjo tregohet që janë të ligjëruara këto 2 rekate. Pra, e para kur ka thënë bëjni witr, i bi që është sunet, është më e mira kështu. Porse, pra mund të falësh edhe 2 rekat dhe thot nuk bin ndesh të dyja. Pra, më e mira që ta bësh ose është e pëlqyer që ta bësh ta mbyllësh me witr. Ama mund ka raste që mund të falësh mas witit dhe 2 rekate. Pra kjo ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është namazi i witit. Pastaj thot pra namazi i xumas. Namazi i xumas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte raste që lexonte rekatin e parë surën Xumua, rekatin tjetër lexonte surën Munafiqun. Shifeni ha? Xumua dhe Munafiqun. Pra i bin nga ai faqe gjysmë thon 3 faqe. Të dyja. Kishte raste që në vendin e saj lexonte surën Ghashia. Kishte raste ku lexonte rekatin e parë Subbihisma rabbikal a'la dhe rekatin e dytë surën Ghashia. Kjo është për sa i përket xumas. Për sa i përket namazit bajramit ose bajrameve, 2 bajrameve, thot lexonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë te rekati i parë Subbihisma rabbikal a'la, te rekati i dytë Ghashia, si të namazi xumas. Kishte raste që lexonte pra tek ato të dy, tek këto 2 rekate Qaf wal Qur'anil Majid dhe Iqtarabatis Sa'a, surën Qamar. Normal të janë më të gjata. Ky është namazi i 2 bajrameve. Namazi i xhenazes. Suneti është të lexohet Fatihaja, po ashtu thot,
Kjo është fjala e Imam Shafiut, Ahmedit, Ishakut, thot madje kanë hecë me këtë fjalë disa prej që kanë domosdoshmë studiues të hollësishëm shariatit prej hanefive, që kanë ardhur kohët e fundit, thot për sa i përket leximit suret pas saj, ka ardhur thot një fjalë tek Shafiit dhe kjo është e vërteta. Pse? Se thot syneti në namazit xhenazesh është lexohet Fatihaja dhe surat. Pra lexo Fatihan, lexo dhe një sure. Thot dhe pra kjo ka ardhur për synet. Nëse namazin xhenazë keni gjithë parasysh, pra thuhet tekbiri i parë Allahu Ekber lexohet Fatihaja dhe shehu po thot dhe i sura, te tekbiri i dytë lexohen salavatet, te tekbiri i tretë bëhet duaja, te tekbiri i katërt jepet selam. Pra shehu këtu po tregon që te tekbiri, se mos themi reka, te tekbiri i parë lexohet Fatihaja dhe një sure. Pastaj thot, pra mbasi tregon se çfarë lexohet në namazet ndryshme, thot pra shehu Allah më shiroft, fillojmë lexojmë pak këtë që ka thënë shkurtimisht, pastaj këtë që është më i gjatë. Thot këtu Allah më shiroft te libri i shkurtuar dhe i përmbledhur, thot syneti është që ta lexoj Kur'anin, pra në formën më të mirë, mos nxitohet, pra leximi të jetë i qartë, gërm, të mundohet që Kur'anin ta zbukuroj me zërin e tij, të mundohet që këtë zbukurim të zërit të tij ta ketë në kufit e rregullave të njohur dietarëve, pra që quhet tajwid, pra rregullat e leximit të Kur'anit, thot dhe mos ta zbukuroj zërin me pra melodi të shpikura që janë bidat dhe jo sipas rregullave muzikore. Pra natyrshëm, siç e ka dhënë Allahu xhallahu ala. Pra jo me melodi ose me rregulla muzikore. Pra që nga fjala e Allahut, nga leximi i Kuranit duket sikur je duke lexuar, pra duke këndu muzikë, jo si Kur'an. Pra shiku paralajmëron nga kjo gjë. Kurse te libri pra që është më i gjatë, që është kemi thënë e quajmë të mesë, pra libri bazë. Libri bazë është më i gjatë, 3 vëllime. Ky shkurtimi e shihni është libri i vogël. Ky po e quajmë librin e mesët. Pra thot këtu Allahu më shiroft, pra leximi i Kuranit në formën më të mirë, zbukurimi i zërit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e ka urdhëruar Allahu xhallahu ala që ta lexonte Kuranin, pra sa më mirë, mos ziltonte, pra ta lexonte atë gërm, thot dhe thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është për përkujtim është për gjithë ne, shpresoj që shërbesi nxitje për gjithë ne, që të mundohemi sa më shumë, pra mësojmë përmendsh sa kemi mundësi për fjalës Allahu xhallahu ala, po të përpiqemi dhe të mundohemi. Pra se ke shumë njerëz që mund të majnë mend lloj gjonash pa dobi, emrin e dikujt ose çka ka ndodhur këtu, çka ka ndodhur atje, pastaj kur vjen me mësu për fjalës Allahu xhallahu ala kanë shumë të vështirë. Prandaj ajo që ne gjithë nxitemi është që të mësojmë për fjalës Allahut sa më shumë. Normal, ai që ka mundësi të bëhet hafiz, Allahu i dhon bereqet. Por se nëse s'ke mundësi të arrish atje, pra mësosh sa më shumë për fjalës Allahu xhallahu ala, se shifeni ç'është problemi ka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte, i thuhet personit të Kuranit, lexo dhe ngriu. Zbukuroje zërin, lexo mirë ashtu siç bësh në dynja. Grada jote është në ajetin e fundit që ti do lexosh. Gjojnë edhe i herë, i thuhet personit të Kuranit, dhe ju lexoj komentin e shehut dhe se çka ka përmendur ai te zinxhiri i ditëve të saktë. Kastile do ja u lexoj që të jetë nxitje për ju. Normal edhe për mua. I thuhet personit të Kuranit, lexo dhe ngriu. Pra, lexo bukur, qartë siç bësh në dynja. Grada jote do jetë te ajeti i fundit që ti do lexosh. Ngjoni çka ka thonte zinxhiri i haditheve të sakta, çfarë hadithi ka përmend? Hadithi me numër 2240 i ka vënë këtë titull, Fadlu hafidhil Kur'an, vlera e hafizit Kur'anit. Vlera atij që mëson Kur'anin përmendsh. Thot, do i thuhet personit Kur'anit, lexo dhe ngriu. Pra, lexoje bukur ashtu siç bëhet në dynja, sepse grada jote do jetë te ajeti fundit që ti lexoshe, pra që ti e lexoshe. Thot shehu, pra mbasi ka përmend
pra se kush e ka transmetuar këtë hadith, dhe se ky hadith është i saktë, Allahu më shëroft, dhe është përbleft, thotë qëllimi këtu me personin e Kuranit është ai që e ka mësuar përmendsh. Siç ka ardhur hadithi tjetër që e prin popullin ai që e lexon më shumë librin e Allahut. Qëllimi çfarë? Kush është imam? Ai që lexon më shumë Kuranin, po ai që di më shumë përmendsh për Kuranit. Thotë siç ka ardhur ky hadithi që e prin popullin ai që di më shumë, atëherë njëjta gjë është dhe këtu, që do i thuhet personit Kuranit pra ai që ka qenë që ka mësuar përmendsh. Pra çdo ajet që ti ke mësuar prej Kuranit është gra që ti do ngrihesh ditën e gjykimit. Thot, pra qëllimi këtu që e prin popullin ai që e lexon më shumë librin e Allahut, pra që ka memorie më shumë, pra që ka memorizuar më shumë nga Kurani. Pra gradat në xhenet, pra ky dallimi gradëve në xhenet është sa ti ke mësuar sa ti ke mësuar përmendsh dynja. Pra sa më shumë ajete të kesh mësuar, aq më gradë larta ke. Imagjino ai që e ka mësuar gjithë. Pra, gradët e larta në xhenet janë se sa ke mësuar përmendsh si në dynja. Jo se sa ti e ke lexuar, se sa shumë ti ke lexuar, siç kanë menduar disa. Thot, pra, këtu ka vlerë dukshme për atë që mëson Kuranin përmendsh, por se me kusht që ta mësoj Kuranin përmendsh, pra të mësoj, të memorizoj për Kuranit, për hir të fytyrës Allahut te baraka ve taala, jo për dynja, jo për të arrit arin dhe argjendin, pra për pasuri, sepse për ndryshe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumica e munafikëve të umetit tim janë lexuesit e Kuranit, Allahu na. Shumica e munafikëve të umetit tim janë lexuesit e Kuranit. Është normal që nuk e kanë për ahiret, e kanë për dynja. Apo Allahu sinqert, na shpresoj që ky hadith na nxjisi si ne, pra mosha e madhe, mosha e re, normal që ai që është më i ri ka më shumë mundësi me mësu, pra të na nxjisi gjithëve ne që të mësojmë sa më shumë prej fjalës Allahut xhalla wala. Pastaj, pra ka përmend, po lexojmë disa nga fjalët që ka përmend sheku këtu, thotë urdhëronte, pra pejgamberi ose nxiste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që personi të zbukuroj pra Kuranin me zërin e tij dhe thonte zbukuroni Kuranin me zërat tuaja, sepse zëri i mirë pra ja shton bukurinë dhe mirësinë Kuranit. Pra gjithashtu ka thënë nga njerëzit më të mirë në zërin e tij Kuran është ai që kur ju e ngjoni duke lexuar, mendoni se ai ka frikë Allahun xhalla wala. Gjithashtu ka nxit që ta lexojmë Kuran me zë të bukur duke thënë mësojeni librin e Allahut, përpiquni, kujdeseni për të, pra lexoni me zë të bukur, sepse pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, ai Kurani largohet pra prej zemrës robrit për robit më shpejt se sa ç'bën deveja kur është e lidhur. Pra normal që ata arabët, ata që kujdesen për devet, kur duan që deveja të flejë ose që të jetë natën aty, ja lidhin atë këmbën e saj që ajo tulet dhe të flejë ose të qëndrojë gjatë natës. Dhe momenti që ajo pra vjen ngjezi dhe ato e lirojnë, ja heqin atë litarin, imagjino si vrapon ajo, si përpiqet me u largu. Po të kështu është dhe Kurani me zemrën e robit, pra largohet ti po superpoqe, duke e kujtuar, duke e përsëritur, do e harrosh. Dhe prandaj, ajo që këshillon njerëz me dije që personi ato sure që i di ti lexoj gjatë namazit, pra kur fal sunetet, kur fal namazin, suret që ai di që ka mësuar ti lexoj, se ti ato sure po nuk i përsëritet, po nuk i lexove gjatë namazit, edhe ato që ke mësuar do i harrosh. Do i harrosh. Prandaj nga këshillat është që personit mundohet ta mësoj Kuranin dhe ta përsërisi her pas here, pra që mos ta harroj. Gjithashtu te kjo përsëritje gjithmonë ka shpërblim. Mos harroni hadithin që për çdo gërm që ti lexon, ke 10 sevap. Edhe nuk ju thot, si thot pejgamberi, nuk ju them elif lam mim, një gërm ose 10. Jo, elif 10, lam 10, mim 10. Qartë? Gjithashtu ka thënë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk është prej nesh ai që nuk e zbukuron pra zërin e tij kur lexon Kur'an. Gjithmonë sipas ai sa ka mundësi personi, pra sipas atij zëri që i ka dhënë Allahu xhallahu ala, duke qenë gjërat natyrshëm pa teklif. E jo më të arrish gradën e muzikës apo siç e parlemëroi shehu pra tek libri për mbledhës.
Gjithashtu i ka thënë Ebu Musas radiallahu an, Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu an, thot, sikur të më shifshe dhe unë isha duke ngjuar thot leximin tënd mbrëm. Ti thot ju është dhënë një mizmar, pra qëllimi këtu, sepse zëmër origjina është muzika, ama këtu thot qëllimi është të dhënë ty thot zë shumë i bukur prej siç ishte dhënë Daudit ose familjes Daudit. Pra Abu Musa radiallahu anh ka pas zë shumë të veçantë kur lexonte Kur'an. Pra thot pejgamberi sa për veten e tij më shifshe thot se si të ngjosha mbrëm kur ti po lexoshe Kur'anin. I thot Abu Musa, sikur ta disha që ti po më ngjoshe, pra do ta kisha zbukuruar akoma më shumë. Pra radiallahu anhu wa arda. Pastaj thot pra korrigjimi i imamit. Para kësaj, pra lexojmë pak për këto temat që kalum disa dobi tjera. Pra, dhe pastaj vazhdojmë të korrigjimi i imamit. Kalum disa tema, lexojmë si nga shehu, si nga dietarët e tjerë. E para ishte kjo që pra gjatë namazeve ku lexohet jo me z, pra lexohet pa z, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është dreka dhe dhuhri dhe asri, dreka dhe ikindia, tham, pra mësimin që kaloi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte disa ajete me z, pra ngjonin ajete për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam namazin e drekës dhe ikindis. Qartë? Thot shehu te libri bazë, qal al-Hafidh, pra Hafidh ibn Hajar rahimahullah, është argumentuar, pra janë argumentuar me këtë hadith se lejohet që të lexosh ajete me z namazet pa z. Dhe se nëse e bën këtë gjë, nuk ka sejdë harrese për këtë gjë. Ndryshe, pra në kundërshtim me ata që e kanë thënë këtë gjë, siç janë pra disa dietar ose disa prej hanefive. Pra disa prej hanefive thonë që nëse ti lexon namazet pa z, ajete me z, atëherë ti ke nevojë me bë sejdë harrese. Shehu po thotë, Hafidh po thotë jo, sepse kanë ardhur hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë gjë, njëjtën gjë e kanë bërë dhe disa prej sahabëve. Pra thot shehu, Sheikh Albani Allahu më shëroft, ajo që është e dukshme prej haditheve është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë gjë qëllimisht dhe e përforcon këtë ajo që ka ardhur e saktë nga disa prej sahabëve. Dhe është e dukshme që ata këtë gjë nuk e bëjnë prej vetes, patjetër e kanë marrë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tregon transmetimet pra për Muarrik al-Ijli që ka fal namazin e drekës, ka lexuar surën Kaf, Dhariyat, pra disa ajete i kanë ngjuar prej tij dhe kur ka mbaruar namazin ka thënë jam fal mas Ibn Umerit radiallahu anhuma dhe ai ka lexuar Kaf dhe Dhariyat dhe disa ajete ne i ngjuan prej tij. Pa disa ajete ai ka ngrit zërin. Qartë Ibn Umer radiallahu anhuma, gjithashtu ka transmetuar nga ose ka përmend nga Ibn Mesudi radiallahu an që ka bërë njëjtën gjë namazin e drekës, gjithashtu ka ardhur nga Enes radiallahu an që ai ka ngrit zërin pra gjatë drekës dhe ikindis dhe nuk ka bë sejdë. Pra nuk është bë këtu diçka gabim, ka ardhur kjo gjë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej dobive. Tjetra, gjatë saj pejgamberi ai shehu Allahu më shëroft ka përmend pra prej Suyutit. Unë ja thash nga fjala Shehu Theminit, ka medhebi Hanbali, përse ty lexosh edhe diçka nga Suyuti se si ndahet mufassal. A e mani mend që përmendim pra për të namaz lexonte nga suret e gjata të mufassal, nga suret e shkurta të mufassal, nga suret e mesme të mufassal. T'ja lexojmë si dobi që të përforcojmë atë që thamë më parë dhe mësimi që kaloi. Thot qala Suyuti, ka thënë Suyuti në Itqan, thot mufassal ka suret gjata, suret mesme dhe suret shkurtra. Ka thënë Ibn Ma'an, pra suret e gjata janë nga amme jetë se alun, që është surja Nebe, pra nga amme, normal kuptohet nga kaf të amme, dhe të mesmet janë deri te surja Duha, dhe nga Duhaja deri në fund janë shkurtrat e saj. Kjo që u tha, përse thjesht për të përforcuar që edhe shehu e ka përmend këtë dobi. Dobia tjetër, tham gjithashtu që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte, rekati i parë ishte më i gjatë se rekati i dytë. Shehu këtu ka bë një bashkim mes haditheve. Thot, ka ardhur transmetimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte pra gati sa 30 ajete ose 30 ajete. Siç tham, gati sa surja Sejdë. Kush më mësimin që kaloi. Pra thot nuk ka bë dallim mes tyre. Pra ka lexuar kaq thot sa surja, pra rreth 30 ajete. Atëherë ç'a kuptojmë? Pra kemi një hadith që kuptojmë prej tij që nuk kishte dallim mes rekatit parë dhe dytë.
Kemi hadith tjetër që na tregon ne që rekati i parë është më i gjatë se rekati i dytë. Si bashkohet me syra hadithe dhe thotë shehu, ajo që është e dukshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është sa i ndonjëherë pra i bënte baras, ndonjëherë e zgjas rekatin e parë më shumë se rekati i dytë. Pra ka bëu edhe këtë, këtë. Kjo është dobia tjetër. Mirë, çështja tjetër dhe kjo është shumë e rëndësishme, e ka përmend Imam Ibn al-Qayyim, pra si te Zadul Ma'ad, nëse s'gabohem, si te libri që ka për namazin, te çështja e zgjatjes. Pra, ne morëm tani se çfarë lexonte pejgamberi sa gjatë namazeve e tjera më radh. Mund vi dikush tani vjen thot, pra për dikën, për një imam veçantë thot ky e zgjati shumë. Dikush tjetër thot jo ky e shkurtoi shumë. Pra, kush është ajo baza tani që e ndan se çfarë është zgjatje, çfarë është shkurtim e tjera më radh? Për këtë diskutojnë dhe flasin dietarë. Prandaj, pra, po ju lexoj këtë fjalë Sheikh Albani që ai vet thot Allahu më shëroft, që e ka marrë nga Imam Ibn al-Qayyim, Allahu më shëroft të dy. Ngjoni, pra kjo është përmbledhse e kësaj çështje. Thot pra te libri bazë. Dia thot se te ky hadith që shehu ka përmend, ka argument se nuk i lejohet imamit që ta zgjasi, të lexojë më shumë se që lexonte i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe se sa e zgjaste ai, më shumë se ç'e zgjaste ai. Thot, pra mos lexoj më shumë se haj sa ai e ka përcaktuar. Kjo nga frika se mos i bën fitnë atyre në fenë e tyre dhe i largon ata nga namazi xhamatit. Namazi me xhamat. Gjithashtu ka ardhur urdhri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që personi ta shkurtojë, mos ta zgjasë namazin. Hadithet shumëta, pra tek Buhari dhe tek Muslim. Dhe arsyetimi aty është se në xhamat ka dikush që është i smur, ka dikush që është i dobët, ka dikush që është moshë të madhe dhe ka dikush që ka nevoja. Dhe këta e ngjut hadith. Ajo që na intereson në këtë rast është që ne sqarojmë këtë fjalë. Sepse mund të ketë dikush prej këtyre, pra këta që u përmendën i smuri i dobti, ndoshta dëshirat e tyre, munduan që të lexosh me sure sa më të shkurtra. Për shembull namazin e sabahut. Ndërkohë që ne tham namazi i sabahut është namazi më i gjatë. Qartë, namazi më i gjatë është namazi i sabahut. Edhe nëse do heci me këtë ndarjen që tham tani mufassal, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tham gjatë namazit të sabahut lexonte nga suret e gjata të mufassal. Pra nga surja Kaf te surja Nebe, tham që kjo është gjata të mufassal. Pejgamberi sa gjatë namazit sabahut lexonte nga këta. Mund vi dikush tani, thot shehu këtu, a dikush është i smur ose i dobët, thot jo, mos lexo nga kjo, lexo sa më shkurt. Lexo sa më shkurt. Thot, çfarë? Thot dikush pra mund të ketë dëshirë apo teka që imami të lexojë sa më shkurt, për shembull namazin e sabahut. A duhet thot imami në këtë rast të eci pas këtyre? Apo pas më doptit si që janë disa transmetime? Edhe nëse kjo mbije ndesh me rrugën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai e zgjaste gjatë namazit sabahut, ajo që është e dukshme thot, nuk i takon atij kjo gjë. Sepse hadithet që ne përmendëm nuk e përfshin këtë lloj shkurtimi, sepse kjo çon që ne mos punojmë me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu shkurtimi është çështje relative. Mund të jetë e shkurtër diçka për disa njerëz, ndërkohë që për disa tjerë është e gjatë. Pra, çfarë do thotë relative? Që një pjesë e xhamatit mund t'i duket e shkurtër kjo që fali ky, një pjesë tjetër mund duket e gjatë. Nëse do marrim këtë xhamat me një xhamat tjetër, këtij xhamati e ndam xhamatin dy pjesë, por se një xhamat ka si me një xhamat tjetër, ky xhamat mund t'i duket kjo e shkurtër, dikujt i duket e gjatë. Tani kush është ajo vija ndarse, kush është ajo që e ndan këtë gjë? Atëherë do i kthemi kujt? Sunetit e pejgamberit. Do i kthemi sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot, e para, kjo çështja relative. Dikush mund të jetë i fuqishëm dhe aktiv në kapjen me sunet. Pra, normal, ka ngjuar për sunetin dhe do sa më shumë ta zbatojë atë. Dhe normal thot lexo gjatë. Ka dhe fuqi e tjera me radhë. Nga ana tjetër, dikush mund ta ketë ato ambicet i ketë dobta thot. Dikush ka fuqi që ndrojnë këmbë, dikush është i dobët. E tjera për dallimeve që ka njerëzit. Prandaj patjetër ne duhet vemi kufi se çfarë është shkurtimi që ka në to hadithe. Dhe ajo që unë orientova te kjo fjalë
është që ne të mjaftohemi me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çfarë ai lexonte pra gjatë namazeve. Ai që e bën këtë gjë, ai është fal shkurt siç ka urdhëruar pejgamberi. Qartë, pra është syneti baza. Thot ai që shton diçka mbi këtë, ai thuhet që e ka zgjat, ka kundërshtu urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kur u ankua personi tek pra ju anku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam personi për kë që e zgjaste, për kë për sahabëve, Muadhin. Prandaj thot kur ankua tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam për Muadh radhiyallahu an, e nxiti e urdhroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të lexonte me atë që ai lexonte. Nuk e urdhroi, pra siç tham, pra shemsin, lejlin, se bihisme rabbikal a'la. Pra nuk e urdhroi me diçka më pak se kjo. Dhe ne këtë studim, këtë përmbledhje e kemi përfituar thot nga fjala Ibnul Qayyim, Allah më shiroft dhe ja shpërbleft për synetin me shpërblimin më të mirë. Amin. Ai thot ka thënë duke kritikuar ata që nëkar, do më thënë nëkër, siç bëhet gjeli apo pula, e keni parasysh kur ha? Kush ka pa gjelin e pulën kur ha? Si e bën atë kokën? Sa shpejt e bën? Pra, Imam Ibnul Qayyim ka kritikuar këta që falen kështu. Siç bëhet pula apo gjeli kur ha, ka persona që ashtu falen. Allahu uzoft. Dhe duke kritikuar ata, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ka thonë, pra ose shkurtim kundërshtim me synetin, për sa i përket thot fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kush i prin njerëzit ta shkurtoj, thot dhe fjala e Enesit radhiyallahu an që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë personi që falte namazin më të shkurtuar, duke e plotësuar, i shkurtër, duke e plotësuar, duke qenë i plot, normal që kjo shkurtimi është diçka relative, duhet kthehemi te se çfarë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka bërë ai vazhdimisht, jo te dëshira e xhamatit, te qefet e xhamatit. Po kthym te qefet e xhamatit. Kjo është problem, thot, nuk kthehemi tek dëshirat e xhamatit. Thot, sepse nuk ka mundësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i urdhërojë me diçka, pastaj ai vetë ta kundërshtoi. Ai e dinte fare mirë që pas ti ishte dikush që ishte i vjetër, dikush që ishte i dobët, dikush që kishte nevoja, dhe vepra që bënte ai ishte shkurtim, që ka urdhëruar për të. Prandaj kishte mundësi që ai ta zgjaste më shumë namazin se ç'është zgjaste, shumë fish akoma më shumë. Prandaj, pejgamberi udhëzimi, vepra që ai ka bërë vazhdimisht është ajo që gjykon dhe ndan këtë çështje që ka rënë kundërshtim pra njerëzit. Dhe tregon për këtë ajo që transmeton Nesai dhe të tjerët nga Ibn Umer radhiyallahu anhuma, që thot, Ibn Umer gjoni çfarë thot, ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam që na urdhëronte që mos ta zgjasim namazin, pra të falim namaz të lehtë dhe të shkurtër, ndërkohë që na printe me surën Safat. Pra, kjo është shumë kuptuese. Sura Safat është goxha faqe. Pra, na urdhëronte, thot Abdullah ibn Umer radhiyallahu anhuma, na urdhëronte që mos ta zgjasim namazin, të falim shkurt, ndërkohë që kur na printe me surën Safat. Na printe me surën Safat. Pra, leximi i surës Safat është prej lehtësimit që ai urdhëronte me të. Thot Sheikh Albani, Allah më shëroft, pra hadithi Ibn Umerit është zinxhiri i tij, është zinxhir i mirë. Pastaj, pra disa dobi këtu nga dietar të tjerë, për sa i përket pra kapja e leximit, rënja ruku, kur kapet në ruku, sepse shehu këtu dhe pastaj ka fol pra për korrigjimin e imamit, dhe ka kaluar te rukuja. Thjesht thashë t'ju lexoj disa dobi këtu që lut Allahun t'ju bëjnë, pra t'ju përfitoni prej tyre. E kam pyetur Ibn Bazit, Allahu më shëroft, pra i kanë thënë që a lejohet që personi falet vetëm, ta ngrisë zërin namazet që falen me zë? Pra, kemi një person që është duke u fal vetëm, është duke fal sabahun vetëm, akşamin vetëm, yatsin vetëm. Ky tani kur të falet, ata fali me zë apo pa zë? Thot Sheikhu Allahu më shëroft, pra është e ligjëruar për të, siç ligjërohet për imamin. Pra si imami e ngris zërin, atëherë edhe ky që falet vetëm, ta ngris zërin, kjo është sunet, por se mos ta ngris zërin atë grad që të shqetësojë ata që ka rreth vetes prej atyre që janë duke u falur ose duke përmendur Allahun, ose janë gjumë, pra mund të jenë gjumë, thot për hadithe që kanë ardhur për këtë gjë. Dhe këtë ju kam këshilluar edhe herë tjetër, ta keni parasysh. Pra, kur je ti, sidomos je në xhami, mos kujto se je vetëm ti në xhami.
Pra vjen, falet dikush, a thu, ai është vetëm aty. Jo. Dikush është duke lexuar Kur'an, dikush është duke bë dhikr. Nëse je në shtëpi për shembull dhe do më fal dikush është duke flet. Mos harro, pra ta ngrish zërin në atë grad që mos arrish shqetësosh tjerë. Pra nëse ti je duke adhuruar Allahun, edhe ai tjetri është duke adhuruar Allahun. Ti je duke fal, ai është duke lexuar Kur'an, ai është duke bë dhikr. Gjithë jeni duke adhuruar Allahun xhelal. Atëherë mos e shqetësojmë, mos ta shqetësojmë njëri tjetrin. Prandaj shifë këshilla shehut, po ngrihet zërin, po pa shqetësuar tjerë. Dhe kjo ka në hadithe, dhe ne përmendëm pra diçka për këtyre haditheve. Tjetra tema që diskutohet, pra kur personi vjen dhe e gjen imamin, pra ka ardhur me vonesë. Ky që ka ardhur me vonesë, kjo që ky kap, a është fillimi i namazit apo fundi i namazit? Pra, mund vi dikush hyn te rekati 2, mund vi dikush hyn te rekati 3, te rekati 4. Ky rekati 2 që ky hyri, ky rekati 3 që ky hyri, a është fundi i namazit për këtë apo fillimi i namazit për këtë? Thotë shehu Allahu më shëroft, pra fjala më e drejtë është që kjo që ka kap ky person me imamin konsiderohet fillimi i namazit të tij, dhe ajo që ai do shlyej mbasi imamit te selam është fundi i namazit të tij, dhe kjo thotë për sa i përket gjitha namazet. Pastaj, pra unë lexova si do bëj këtë, pastaj për këtë desha pra që ka lidhje me temën tonë, thotë është e pëlqyer që personi, pra te rekati 3 dhe te rekati 4, në ato namazet që kanë 3 dhe 4 rekat, thot, pra të lexoj Fatihan. Të lexoj vetëm surën Fatiha. Thot se ka ardhur tek Buhari dhe Muslim nga Abu Qatada radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte në dhuhur dhe në asr, në drekë dhe në kindi, te 2 rekatet e para Fatihan dhe një sure, zgjaste rekatin e parë dhe shkurtonte dytin, pra i pari ishte më i gjatë se i dyti, dhe këtë e përmendëm tani, dhe lexonte te 2 rekatet e fundit vetëm Fatihan. Kjo është një pjesë e sunetit. Ngjojeni, a mjaftohet me kaq? Thot, dhe nëse lexon ndonjëherë te rekati 3 dhe i 4, pra rekati 3 dhe i 4, në le dhe në kindi, pas Fatihas, kjo është gjë e mirë. Dhe këtë e përmendëm, përse thjesht për ju lexoj fjalën e Sheikh Bin Bazit, Allahu më shëroft, pra që ka ardhur hadithe. Pra, po ja përsëris prap këtë gjë, sepse ndodh pra raste, ka pyetje, që kur vjen te çështja e rekatit 3 dhe 4, dikush mund të lexoj pas Fatihas sura dhe pyetja si është, unë harrova lexova sura, a duhet me bë sejdë harrese? Jo që s'duhet bë sejdë harrese, por kjo është e mirë ndonjëherë sepse ka ardhur prej sunetit që të lexosh te rekati 3-4, të lexosh surën mbas Fatihas. Edhe ka përmend hadithin që ne përmendëm. Pra, ky hadith thot, si më thon, komentohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte këtë, pra disa raste. Pra disa raste lexonte rekat 3 dhe rekat 4 sure pas Fatihas. Gjithashtu, pra prej dobive sa i përket këtyre temave, është një fetva që Ibn Bazi gjithashtu, ku ai Allahu më shërof thot, leximi i duas hyrse, hapse është sunet, kurse leximi i Fatihas është farz për atë që falet pas imamin në fjalën më të saktë dietarëve. Nëse ti ke frikë se të ikën të hum Fatihaja, atëherë fillon me të. Për mos fillon me duan e hapjes, fillon me të, thot. Dhe momenti që imami bie në ruku, para se ti ta plotësosh, bëj dhe ti ruku me të dhe bie Fatihaja nga ty, thot, pra ajo pjesa që e ngelur prej Fatihas, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është bërë imami që të pasohet, mandaj mos e kundërshtoni atë, kur ai të japi tekbir, jepni dhe ju tekbir, dhe kur ai të bëj ruku, bëni dhe ju ruku. Gjithashtu, pra tema tjetër që diskutohet kur personi vjen dhe e gjen imamin ruku, sa tekbir ai duhet të japi. Pra, a duhet të japi 2 apo vetëm 1? Thot, më parsore, më e mira që të jesh më i qetë, është që të japësh 2 tekbire. Tekbirin fillestar që është shtyll, pra patjetër duhet ta bësh, ta japësh tekbirin, pra ta thuash tekbirin fillestar, pra duke qenë këmbë, pastaj thot tekbiri i dytë është tekbiri i rukus, pra e thua gjatë rënies ruku. Nëse ke frikë se mos të humbë rekati, të mjafton tekbiri fillestar në fjalën më saktë dietarëve, sepse janë 2 adhurime që janë bashkuar një kohë pra të vetme, atëherë mjafton pra adhurimi më i madh
dhe futet ky i vogli te më i madhi. Normal sepse tekbir fillestar është shtyll. Dhe vlen ky rekat në tek shumica e dietarëve, siç ka transmetuar Buhari, pra nga Abu Bakr al-Thaqafi radhiyallahu an, se ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ka ardhur ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në ruku, ai bëri ruku para se të arrinte saf, pastaj u fut në saf. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij, ta shtoft Allahu pra këtë mundin për pjekjen, po mos u kthe më, thot, pra kuptimi është mos e bëj më këtë që ta bësh rukun jashtë safit pastaj të futesh në saf. Kjo kështu ka thënë disa dietarë dhe mes tyre Shehibin Bazi. Kurse disa të tjerë, si Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, kjo qëllimi këtu të shtoft Allahu për pjekjen mos u kthe që të vish duke nxituar namaz. Dhe si pasojë thot kjo vepër mund bëhet edhe tani, pra që ti të vish, nëse shef imami ruku, ke frikë se nuk e arrin rukun, mund ta bësh rukun jashtë safit, pastaj futesh në saf. Kurse Shebi Bazi e shifni, pra janë dy fjalë dietarësh te kuptimi i këtij hadithit. Por se qëllimi këtu është tani te puna Fatihas. Pra, derisa qëllimi thot kuptimi këtu është mos u kthe, pra ta bësh rukun jashtë safit, por se mos e bëj atë derisa të futesh në saf. Nuk, këtu është tema, nuk e urdhroi atë që ta shlynte rekatin. Pra, ta falte edhe një herë, jo ta falte edhe herë, ta shlynte, pra të bënte një rekat. Thot kjo tregon se i mjafton atij dhe bie Fatihaja në këtë rast, sepse ai e gjeti ruku, ai Fatihan nuk e lexoi. Pra, sepse thot, pra i ka ikur vendi Fatihas, pra që lexohet gjatë qëndrimit këmbë. Dhe kjo është fjala më e saktë. Kjo është një prej dobive. Dobia tjetër. Imami është ruku, janë disa njerëz duke ardhur. Çfarë duhet bëj imami? Ose për çfarë këshillohet, për çfarë orientohet imami? Gjitha prandaj po e lexoj këtë temë që janë përmendur këtu, po se ti keni si dobi. Thot Allahu mëshiroft, gjithmonë po lexojmë nga fetvat e Shehibin Bazi. Thot, fjala më e saktë ose e drejta është që është e ligjëruar që ai të presi pak imami. Të presi pak thot që ti bashkangjitet ky që po vjen, ti bashkangjitet safit, duke marrë si shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përgjigje tjetër thot, më e mira për imamin është që mos nxitohet që të ngrihet. Jo në atë grad thot që ti bëj vështirësi xhamatit. Pra, të presi po me karar, jo të presi aq shumë sa pra fusin siklet atë xhamati që është duke u fal mbas ti, që ky person që po vjen ta arrit ta kapi pra xhamat. Këto ishin disa nga dobit. Pastaj pra thot shehu Allahu mëshiroft tek libri i përmbledhës, al-fathu ala al-imam, pra që ta korrigjosh imamin ose ti kujtosh atij, ti lexosh atij diçka që atij u ngatrua. Pra, gjatë leximit Kuranit, imami mund ndoshta nuk kujtohet një ajet ose i ngatrohet ajeti. Atëherë është e ligjëruar për xhamatin që këtë ajet t'ja kujtoj apo ta korrigjoj. Thotë shehu, pra është e ligjëruar për xhamatin, pra atë që falet pas imamit, që të ketë si qëllim që të korrigjojë apo t'i kujtojë imamit momentin që atij ngatrohet ose i bllokohet ose harron ai pra ajetin apo leximin e Kuranit. Pra kjo është diçka e ligjëruar. Kurse te libri tjetër thot, pra është synet që pra ta korrigjosh apo t'ja kujtosh imamit kur atij ngatrohet leximi. Pejgamberi thot, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka falur një namaz, ka lexuar në të dhe ju është ngatruar leximi. Momenti që ka mbaruar namazi ka thënë Ubej, pra Ubej ibn Ka'b radhiyallahu an, i tha a u falet ti me në? I tha po. Thot çfarë të pengoi ty që pra ma kujtosh ata jetë apo më korrigjosh mu? Pra i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ubej ibn Ka'b. Pra kjo është tema tjetër. Pastaj, pra te libri i përmbledhur shehu nuk e ka përmend të dobi, prandaj po e përmendim te kjo, thot gjithashtu, pra prej temave është që ti kërkosh mbrojtje Allahut dhe pra bësh frym me bështym gjatë namazit për të larguar vezveset, për të larguar cytjet. Pra mund të kesh robi cytje, ngacmime, vezvese gjatë namazit. Çfarë është ligjëruar në tilla raste? Thot, ka thënë Uthman ibn Abil As radhiyallahu an, thot o i dërguari i Allahut, shejtani më pengon mu gjatë namazit. Këtu shehu thot, tu prej dobive që më ngatron, vjen dhe çfarë mund të ngatroj, më pengon nga qetësia në namaz, që unë t'jem i përqendruar, pra gjatë namazit vjen shejtani dhe më ngacmon.
pra ndërhyn në namazin tim, leximin tim, mi ngatro këtë gjëra. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, ai është një shejtan që i thuhet atij khinzab, dhe nëse e ndjen këtë gjë, kërkoj mbrojtje Allahu xhallahu ala prej tij, pra audhu billahi minash shaitanir rajim, dhe pështy thot nga e majta 3 herë. E bëra këtë gjë thot dhe ma largoi Allahu këtë gjë që ndodhte. E bëra këtë gjë dhe ma largoi Allahu xhallahu ala këtë që ndodhte. Pra, këtu ai vinte, pra komenti, mi përzien fut dyshime. Kjo fjala tefel këtu, pra është e fryrë me pak bështym. Është e fryrë me pak bështym. Pra këtë gjë e bën tu audhu billahi minash shaitanir rajim dhe e bën këtë gjë 3 herë nga e majta. Pastaj ka thënë pra çështja e rukus, ka vazhduar shehu te rukuja, pra thot kur personi mbaron nga leximi, qëndron pak, hajsa t'i kthehet frymarrja, i ngren duart siç përmendëm te tekbiri fillestar dhe thot Allahu Akbar, dhe kjo gjë është obligim. Pra tekbiri është obligim. Pra hym pak te kjo temë dhe e mbyllim këtu. E para herë, pra te kjo fjalë e fundit ku shehu thot tekbiri është obligim, pra shehu te libri bazë anon nga fjala e dietarëve që të gjitha tekbirat përveç tekbirit fillestar janë obligim. Dhe ndoshta kjo është fjala më e drejtë, Allahu alem, pra që tekbirat përveç tekbirit fillestar, sepse tekbiri fillestar thamë që është shtyll. Gjitha tekbirat e tjera janë obligim dhe e shihni fjalën e shekut këtu që është obligim. Çështja tjetër, pra çështja e ngritjeve të duarve. Këtë ja u thash edhe te tekbiri fillestar, por se po ja u përkujtoj edhe këtu. Ngjojeni si thot, ti ngresh duart siç tham te tekbiri fillestar. Pra, mos bëj dallim nga tekbiri fillestar nga ngritja e duarve tani që do bish në ruku. Pse? Se shoh, pra ju thash që shifen disa persona që te tekbiri fillestar ndoshta i ngrin duart, pra o tek supet o tek e buta e veshëve. Ama kur vjet te rukuja apo te kur bie ruku, kur ngrihen nga rukuja thjesht i ngrin pak. Shehu po thot ti ngresh, pra transmetimet janë, do ti ngresh duart siç i ngritet tek tekbiri fillestar. Pra siç i ngritet te tekbiri fillestar, kështu do i ngrish kur bie ruku, kështu do i ngrish kur në çohesh, kur ngrihesh nga rukuja, kështu do i ngrish edhe kur çohesh për rekat 3. Pastaj do vinë disa transmetime, lëvizje të tjera inshallah do t'i sqarojmë gjatë shpjegimit, inshallah. Kjo është çështja tjetër. Ngritja e duarve këtu, shehu e ka përmend edhe këtu, pra kjo që thot te të dyja librat thot hesht pak ose qëndron pak, pra mbasi mbaron leximin, qëndron pak. Këtu te përmbledhja thot derisa t'i kthehet fryma, pra derisa të marrë frym, qetësohet frymarrja se ka qenë duke lexu Kur'an. Thot kurse këtu thot, pra kjo heshtje, ky qëndrim e ka përcaktuar, pra Imam Ibnul Qayyim rahimahullah me haq sa robit t'i kthehet frymarrja, t'i rregullohet frymarrja. Pra dhe këtë e ka përmendë këtu. Çështja e ngritave të duarve këtu dhe me këtë do themi dhe do e mbyllim, çështja e ngritave të duarve këtu. Pra është një synet që fatkeqësisht nga shumë njerëz nuk zbatohet, sepse mjaftohen vetëm me tekbirin fillestar, Dhe kjo ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjojnë çfarë thotë shehu këtu, pra thotë Allahu më shiroft, pra këtë hadith te çështja e ngritjeve të duarve te 6-ta tregon se kush e ka transmetuar, thotë është tek Buhari, tek Muslim, kjo ngritje e duarve është mutawatir anhu sallallahu alajhi wasallam. Pra kanë ardhur hadithe mutawatira për ngritjen e duarve. Thot, gjithashtu dhe kur ngrihesh nga rukuja, pra ngrihen duart. Ky është medhhebi i 3 imamlarve. Dhe pra i bi kush Malik, Shafi, Ahmed. Dhe tjerët prej xhumhurit, shumicës muhaddithinëve dhe fuqahave. Kjo është ajo që ka vdek Imam Malik rahimahullah në këtë fjalë, siç e ka transmetuar Ibn Asakir, thot e kanë zgjedh këtë disa prej hanefive. Do thotë që fjala tjetër që njihet te hanefit që nuk ngrihen. Disa prej hanefive, pra e kanë zgjedhur këtë fjalë, për tyre është Isam ibn Yusuf, pra Abu Ismail al-Balkhi, te këtë gjithashtu e përmendëm fillim, ka qenë nxënës Imam Ebi Yusuf rahimahullah dhe ne e përmendëm thot tek fillimi i librit pra këtë gjë. Gjithashtu Abdullah i biri Imam Ahmedit, pra transmeton nga babai i tij, Allahu më shiroft, pra se ka thënë, transmetohet nga Ukbe ibn Amir, sa i ka thënë, gjojeni çka ka thënë, për çdo ngritje duar që ti bën namaz,
Pra, për çdo ngritje duar që ti bën namaz, ke 10 sevap. Ke 10 sevap. Për shifrësia e synetit. Dhe unë më kujtu kjo fjala pra Imam Ahmedit Allahu mëshiroft, dhe t'ju tregoj një hadith gjithashtu që ka përmend shehu te zinxhiri haditheve të sakta, hadithi me numër 3286. 3286 tek zinxhiri haditheve të sakta thot, pra i shkruhet personit me çdo shenjë, pra që ai ngrit duart që bën me duart e tij, thot namazin e tij 10 shpërblime. Për çdo gisht ka një shpërblim. Pastaj sqaron që ky qëllimi është me ngritjen e duarve, jo me lëvizjen e gishtit. Thot, mendojnë, pra kanë menduar disa njerëz, pra të nderuar, se hadithi ka për qëllim lëvizjen e gishtit, pra ta bësh me shenjë të ta lëvizësh gjatë të shahudit. Dhe se me çdo lëvizje që bën ti ke 10 mira. Thot, kjo nuk është diçka e saktë, sepse transmetimi është me duart e tij. Pra kur ai lëviz duart apo bën shenjë me duart e tij, jo me gishtin e tij. Dhe për këtë arsye El-Haythami, Allahu mëshiroft, ç'a temë ka vënë këtij hadithit e ka thujt babu raful yadaini fi salah, tema ngritja e duarve në namaz. Pra për sa herë që ti ngrit duar në namaz ke 10 mira. Jo lëvizja e gishtit. Pastaj thot, unë e them këtë, pra duke pasur parasysh se unë mbroj se ka ardhur transmetim që lëvizet gishti, në hadithin e Wail ibn Hujr, e kanë saksuar këtë hadith një grup prej imamlarve, pa i kundërshtuar kush, ka punuar me të Imam Ahmedi dhe Ishaku dhe tjerët, dhe nuk merret konsiderat dikush që këtë hadith e ka konsideruar dobët, pra prej këtyre që janë këtë kohë, duke thënë që ky kundërshton hadithet e tjera, pra ky nuk është argument, pra sepse ata mendojnë se lëvizja e gishtit bie ndesh me drejtimin e gishtit apo me bosh shenjë me gishtin. Pra, robi mund ta bëjë shenjë nga drejtimi nga qabja, duke bosh shenjë dhe duke lëviz. Janë dy gjëra që nuk bin ndesh me njëri tjetrin. Por se tema jon tani nuk është kjo. Për këtë do flasim inshallah fundin e mësimit. Tema jon tani është shpërblimi që ka ngritja e duarve në namaz. Pra, ti momentin që ngrit duart në namaz, pra kur bie ruku, kur çohesh nga rukuja, ke 10 shpërblime, për çdo gisht ke nga një të mirë. Qartë, kjo është ajo që të kuptoni dhe vlerën që ka ardhur. Kjo e para. Pra, shehu thot që është mutawatir. Te libri bazë, te u lexoj edhe këtë dhe e mbylli me kaq sot. Thot Allahu mëshiroft, më pas thot ka ngritur duar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dije thot se kjo ka ardhur mutawatir. Pra, rrugë shumëta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ai ka ngritur duar në këtë rast dhe kur është ngritur nga rukuja, pra ka ngritur duar dhe e ka transmetuar këtë një grup prej sahabëve. Ne thot do përmendim hadithet këtu dhe fillon zinxhiri sepse ju thash ai është libri bazë, që fillon tregon transmetimet. Un kam zgjedhur një prej këtyre transmetimeve, pra për transmetive që shehu ka përmend këtu, hadithi i 4 nga Abu Humeid as-Saidi radhiyallahu an, thot kanë qenë prezant 10 prej sahabëve. 10 sahabi kanë qenë këtë rast. Prandaj u zgjodha këtë hadith. Pra kanë qenë 10 sahabi prezant dhe prej tyre ka qenë Abu Qatada dhe ka thënë pra dikush prej tyre që un jam më i ditur prej jush për namazin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tregon thot, ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam që kur çohesh për namaz, i ngrinte duart e tij, derisa sa arrinte paralel me supet e tij. Pastaj jepte tekbir. Më pas lexonte, jepte tekbir, i ngrinte duart e tij derisa ishin paralel me supet e tij. Më pas bënte ruku. Pra, pastaj thonte semi Allahu liman hamide, i ngrinte duart e tij derisa ishin paralel me supet e tij. Më pas kur çoheshe dy rekateve thoshte thoshte Allahu Akbar, bënte tekbir dhe i ngrinte duart e tij derisa të ishin paralel me supet e tij. Thot siç bëni tekbir kur kur hapi namazin. Prandaj u tha shifeni ngritjen e durve, njësoj të katra raste, qartë. Pra jo të i pari ngri deri te supet, pastaj në raste tjera nuk e bën këtë gjë. Thot më pas e bëri këtë gjë gjatë gjithë namazit. Ngjojeni? Pra, dikush për sahabëve ka thënë këtë, tjetri çka ka thënë? Jo tjetri, tjerët. Të tjerët thanë qalu sadaqta. Hakadha kana yusalli sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë që the ti, vërtetë ke thënë. Kështu siç the ti, falej i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pra kanë qenë prezant 10 për sahabë. Nëse i përmend që u gjithë transmetimet këtu, e mbyll me këtë fjalë duke thënë,
Allahu më shëroft dhe ja shpërbleft. To janë 10 prej sahabëve, që un kam përmend transmetimet e tyre. Shtoj dhe 10 apo 9. Pra, siç ishin te hadithi e Ebu Humejdit, ky që ju lexova un, pra shife sa sahabi kanë transmetuar ngritjen e durve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë rënë dakord me ta një grup tjetër prej sahabëve. Pra me tregu gjithë këtë që kjo gjë ka ardhur nga shumë hadithe, pra ka ardhur shumë hadithe, shumë prej sahabëve, pra që ngrihen duart sikur bie ruku, sikur ngrihesh nga rukuja, sikur çosh për rekat tret, se është e qartë që tek biri fillestar dihet që ngrihen, ama kanë ardhur to hadithe për to rastet e tjera. Në boft Allahu xhallahu ala që të pasojmë sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa të vdesit, të na ringjalli pra duke pi nga haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amitna lil islami was sunna, në boft Allahu vdesin islam dhe sunat. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe ju.